الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد حمد dhe të gjitha falënderimet I takojnë Allahun subhanahu wa ta'ala, krijuesit të gjithësisë, salavatet dhe selamet e përzemërta qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që I ndjekin në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër dhe motra, sot në këtë ditë jemi të bu në xhamin tonë për mi prit njerëzit vëllezërit tonë musliman, shqiptar, që të njoftuhen me aktivitetet e xhamisë, me xhamin tonë dhe xhamin e të gjithëve. Inshallah Allah xhaleshanuhu na jep sukses në këtë rrugtim, na ndihmon dhe na I bën të dashur xhamiet, sepse xhamiet janë vendet më të dashura te Allahu në tokë. Kur është shpirt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, cilët vende në tokë janë më të dashura te Allahu dhe cilët janë vendet më të urrëtura. Pejgamberi alayhis salam ka thonë nuk e di. Pejgamberi Allahu tha nuk e di. Për kësaj mësojna se edhe na dënër duhet me thonë nuk e di kur nuk e dina. Sepse nuk është marrë me thonë nuk e di kur nuk e di. Sepse I dituri thot nuk e di kur nuk e di. E I pa dituri xahili e din, ai këtë ka kur nuk thot nuk e di. E pejgamberi Allah sallallahu alaihi wasallam tha nuk e di, do ta pyes Xhibrilin alayhis salam. Kur e pyeti Xhibrilin alayhis salam, edhe ai tha nuk e di, do ta pyes Zotin e botrave, Allahun. E kur Xhibril alayhis salam e pyeti Allahun Teala, atëherë shpallet e pejgamberit alayhis salam se vendet më të dashura në tokë tek Allahu janë xhamit. Se janë vend adhurimi, vend ku të buhen muslimanët, vend ku I bën sejde Allah Teala, vendi ku mësohet Islami, vendi prej të cilit kanë filluar përhapja e Islamit. Dhe vendet më të urrëtura te Allahu këtu në tokë janë pazarët, tregët. Sepse që dini çka bëhet, prej hyrjes deri te dalja atje vetëm dëgjon vallahi billahi e tu betuet, dikush I tu rrejtë, dikush I tu mashtruet, tu bën dredhia. Dhe më thonë për plot gjunohe bon atë. E për këtë pejgamberi alayhis salam na ka porositur që kur të shkojmë na për pazar, na për trege, të shkojmë vetëm kur kemi nevojë. Po edhe kur kemi nevojë mos ta zgatmi shumë atë, sepse janë për plot shejtana, për plot e xhinë ato vende, plus edhe shejtana prej njerëzve ka atë. E për këtë sa më mirë, më shpejt me kry. E xhamit janë vendet më të dashura te Allahu në tokë, sepse janë vend I shenjtë. Është vend ku adhurohet Allah subhanahu wa ta'ala. Por xhamiet kush I mirëmban? Kush kujdeset për xhamiet? Allah xhaleshan thot në Kur'an në surën Tauba, thot innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah. Thot me të vërtetë, e drejta e përkujdesës së xhamive te Allahut është vetëm atij që I ka besuar Allahut dhe ditës së mbrëm, pra ditës së fundit, e që e fal namazin, e jep zakatin, e nuk I friksohet askujt përveç Allahut. Pra kush u kujdes ka për xhamit? Ata që besojnë Allahun. Ata që besojnë ditën e fundit. Sepse njeriu kur kujdeset për xhamien, kujdeset duke shpresuar në shpërblimin e Allahut. Me dhon diçka për xhamien, apo mu kujdes për xhamien, apo me pastru xhamien, apo me qenë prezent për xhamia, kush e bën këtë? E bën ai që beson në Allahun. Pse? Se shpreson te shpërblimi I Allahut dhe mëshira e Tij. Edhe ata që besojnë ditën e fundit, tash kur kujdesuna për xhamit, do të thotë kujdesna për xhamin se një ditë ka me vdek, ka me pas ditë llogarisë, edhe që do të mundohem të arrijë që shpërblimin e Allahut, dhe ta fitoj xhenetin. Pra ai që beson në Allah dhe ai që beson ditën e gjykimit, ditën e fundit, dhe ka këtë bindje, ai kujdes për xhamin. Ai nuk e shikon se sa po shpenzon për xhamin, sa kohën po shpenzon për xhamin, pasurinë, çka do ko. Pse? Se është një vend I shenjtë, është një vend ka adhurohet Allah dhe është një vend I gjenerata që vijnë pas neve. Para mendo ti të lish diçka në xhami, një libër apo një Kur'an. Ta lish për Allah, vakëf për në xhami.
Çdo kush që e përdor atë Kur'an, apo atë libër, apo një partespe, apo një karrikë, apo diçka, çdo herë kur përdor atë të kish probleme. Do të thotë ne kur japmi, qoftë për xhami, qoftë të varfrit, nevojtarëve, jetimave, një sen duhet ta kuptojë një herë për gjithmonë se ne nuk japmi për atë, japmi për neve. Do të thotë japmi për shpirtin tonë. Me analizu mirë, kështu hollësisht, kush ka nevojë më shumë, të shembull më bëni 10 franga. Më ia dhon një nevojtar, një fukaras, apo për xhami. Kush ka në këtë rast më shumë nevojë? A ai që i merr, ai që i jep? Në mos ai që i jep. Se ai që i merr, shkon blen diçka e han e pin edhe u kri. A ti, tu ka regjistruar në krahun e gjatë, në ditën e gjykimit, peshorën tonë do t'i djonsh ato 10 franga, apo 100, apo 50, apo sa i ke dhënë. E cilla ka është problem më të madh? Cilla është dobia më e madhe? A 10 franga që ai që ka bler diçka ka hongër, apo shpërblimi 10 franga ditën e gjykimit? Në të thotë, ne që japim, ne kemi më shumë nevojë për atë që pe japim se sa që e merr. Dhe kur japmi diçka na japmi për shpirtin tonë, nuk e japmi për tjetrin, nuk kemi bën çirak atjetrin, nuk kemi bën të pastër atjetrin. Na pasurojna bagazhin tonë për ditën e gjykimit. Wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa, thot Allah Taala. Përgatitni dhe përgatitja më e mirë është devotshmëria. E prej devotshmërisë është të jepësh për dinin e Allahut. Ta shikoj pak historinë e sahabëve, gjeneratat e hershme se sa kanë dhënë për këtë din. Gjithçka ka dhënë, dikush e ka dhënë komplet pasurinë, dikush e gjysmën e pasurisë, dikush e ka dhënë jetën, se s'ka pas kam e dhënë po jetën e tij, kohën e tij, gjithçka ka dhënë për këtë Islam, ta ngritë fjalën la ilaha illallah. Këtu në xhami, ne që punojmë për xhamin, që kujdesemi ndonjëherë për xhamin, ne jena të kujdes për davetin islam, për thirrjen islame. Do të thotë, mi ftu njerëz në dinin e Allahut. Imagjinoj te Allahu ta udhëzon dikon në dorën tënde. Të vjen dikush ta mëson namazin, edhe ta fal namazin dhe ti të ishe sebebi shkaku që ja mësove namazin. Para minuti çfarë shpërblimi kije. Edhe pse je te shtëpia donjëherë ai kur ta fal namazin ti të vinë problemat. Ti kur vdesësh, ai halon gjallë dhe fal namazin, ti të vinë se vapën në dynjë. Apo ta mëson dikush el Fatiha, ta mësoj dikush elhamin, elhamdulillahi rabbil alamin, si me fal, si me lexuar namaz. Çdo herë ai kur ta lexoj te kije se vapi. Në më thonë, kjo xhami sa të ekziston, nëse i kujdes për xhamin dhe kimi mbaj xhamin, ti të vinë shpërblimet në botën e ardhshme, kur të vdesësh. Se këto është mpyetje thirrja islame, dawa. Thirrja, nuk është mpyetje as imami, as kretari, as xhamati, as filoni me ngrit na dikoni këto në xhami. Në xhami duhet ta ngrit me islamin. Ne xhamijes që llogaritmin apo në llogaritë njerëz se jemi njerëz të xhamis, na do të jemi edhe jashtë xhamis të jemi të njëjtët. Ta prezantojmë xhamien, ta prezantojmë islamin edhe në rrugë, edhe në treg, edhe në punë, në aeroplan, kudo që ta prezantojsh islamin. Kur të shef një djalë i mirë, i sjellshëm, me edukat të mirë, me edukat të lartë, fjalë amël, fjalë buta fol, dhe i sjellshëm, ku ka mësuar kë? Po valla Islami mëson kështu. Po ku mësohet Islami? Na për xhami. A që dashim këtë xhami? Kush kanë këtë xhami? Çka kanë këtë xhami? Çka i mëson këtë xhami? Edhe njerëz njoftuar me xhamien. Edhe ti kish problem të madh. Se muslimon do të jetë Kur'an, më thuaj ashtu, Kur'ani i cili hec mbi to. Çka do të thonë kjo? Kur ta mësojsh Kur'an, ta lexosh Kur'an, ta praktikosh në rrugë. Pra të hetësh në rrugë në bazë Kur'anit, siç mëson Kur'ani dhe Suneti pejgamberit alayhis salam. Kur të je në punë, të punosh, të sillesh me njerëzit siç mëson Kur'ani dhe Suneti pejgamberit alayhis salam. I ke thon vetes musliman, është një amanet i madh. Allahu xhaleshon këtë amanet, amanetin e dawës, amanetin e thirrjes, ja ka propozuar kodrave se kanë pranuar. Dietarave se kanë pranuar. Qerave krijesa se kanë pranuar. Kush e pranoi njeriu? E thot Allah, kur thot me të vërtet njeriu është i gatshëm. A keni pa dëner? Kur marr dënim lidhë dënim takim, kush e bën këtë? Unë. A mos më nëm balar, edhe se ha dela bota nuk bota realizuar, unë e bën. Ama të në të nejtë shpija, të pi qaj, të bu më abet, ju kujtot, ai, tash, po dash kam me lon pak vetën si ketë, duhet më shumë e kry qatë punë, se ka moni përgjithësi. I gatshëm, njeri, Allah xhaleshon thot, njeri është i gatshëm. Edhe njeriu e ka marrë këtë amanet. E kemi pranuar këtë amanet, duhet ta çojmë në vend amanetin. Kemi thonë se jemi musliman dhe jemi musliman, elhamdulillah. Kemi këtë bindje se jemi musliman. Do të punojmë për këtë Islam. Se kur punon për Islamin, tham, e ngrit Islamin. E kur e ngrit Islamin, ngritesh ti me Islamin.
Edhe çka fiton? E fiton xhenetin, e fiton ahiretin. Pasuria vjen e shkon. Njerëzit sprovojnë në shëndet, sprovojnë në familje, sprovojnë në pasuri, sprovojnë në gjithçka. Ama pejgamberi alayhis salam lut, o Zot, mos na sprovon në fe. Sprova më e madhe është nëse sprovohesh në fe. Nëse devijon, ke qenë namazlik, ke lënë namazin, ke qenë i xhamisë, ke lënë xhamien, ke qenë njëri me sjellje të mira, tash i ke ndryshuar sjelljet, i ke bën sjellje të rrugaçave. Ke qenë fjalë mirë, tash i ke ndryshuar fjalorin, përdor fjalë këshia. Edhe kjo është sprovë. Edhe kjo është i sprovuar në fenë tonë, se keve në fe, në rrugë mirë, tash ke deviju. Nashta s'ke deviju komplet me dalë prej Islamit, po ke deviju bashkë prej rrugës së drejtë. Edhe me keq që ata që devijojnë komplet prej Islamit, dalin prej Islamit. E përderisa i kemi të lidhura zemrat tona me xhamin, pejgamberi alayhis salam ka thonë, në ditën e gjykimit ka me qenë vetëm një hije. Ajo është hija e arshit. Nuk ka tjetër hije, se ditën e gjykimit është tokë e rrafsh. Nuk ka as lugina, as kodra, as lumenja, as detër, as kur gjë, është një tokë e rrafsh, ku aty nuk kanë banu njerëzit, nuk ka bën atë gjuna, është një tokë e rrafsh, sikur argjendi thotë e bardhë është, edhe aty është vetëm një hije në ditën e gjykimit. Ajo është hija e arshit. Në ditën e gjykimit, diellja, apo na duket tash nxehtë në këto ditë, apo? Jo klima me një dikon fllade se nxehtë, apo? A ku është dielli ku jemi na? Në ditën e gjykimit thot pejgamberi alayhis salam, dielli i ofrohet njerëzve përmi kokat e tyre. Dikush mushet me njerëz deri në të gojët e tij, dikush deri te beli i tij, dikush deri te krahor, dikush deri te veshje. Mushet me njerëz. Se dielli është shumë afër. E atë ditë është vetëm një hije. Në atë hije do të jenë disa grupe njerëz musliman besimtar. Një prej atyre është ai i cili ka pasur të lidhur zemrën e tij me xhamien. Nashta s'ka orë non stop të xhamia, 5 kohë të namazit, a me ka pas të lidhur zemrën me xhamien. Sot ka orë xhami, shkon te shtëpia, a momëja e ka në jetën me orën që të në kohë namaz, viçinin apo në akşamin. Domethënë më kon i lidh me xhamia. E një prej këtij 6 grupeve është ai i cili ka pas të lidhur zemrën e tij me xhamien, do të jetë në hijen e arshit. Edhe ai i riu i cili arrit në hijen e Islamit. Pra arrit me Islam, me mësimet e Islamit, me praktikimin e Islamit, edhe ai do të jetë nesër ditën e gjykimit në hijen e arshit. Dy persona që janë dash për Allah, janë taku për Allah, dhe kur janë nda me shku në përshpit e tyre, janë nda për Allah. Dhe këto dy të dashur që janë dash për Allah, ditën e gjykimit do të jenë në hijen e arshit. E shikoj çfarë shpërblim të madh pra ka të kujdesesh për xhamien. Edhe Allah çka thonë në Kur'an, inma ya'muru masajid Allah. Kush kujdes për xhamin e Allahut, këto shtëpi të shenjta, thot ata të cilët besojnë Allahun dhe besojnë ditën e fundit, wa aqamus salat. E falin namazin, wa atuz zakat dhe japin zakatin dhe nuk i kanë frikë askujt tjetër përveç Allahut. Kur ta kish imanin e fortë, besimin e fortë, vallahi billahi tallahi se ke frikë kujna. A ka aeroplane, a ka bombë atomike, a ka ushtrit fort, nuk mërzitesh fort e fort. Nuk mërzitesh fort e fort, se kemi historia, na kemi pasi burra gjatë historisë, po edhe na mundem me arrit qatë gradë, më komë me pas qatë bindjen e fort, mos mi pas frikë askuj përveç Allahun. Kanë luftu musliman për parat, 3.000 ushtar kanë luftu me 200.000. Një pakicë e volë, nuk këshirët numri, këshirët bindja, këshirët imani. Nuk këshirët gjithmonë numri, valla kjo ushtri kanë në 3.000, këto kanë në 200.000, si pas matematikës tonë, kush fiton 200.000 që do të me fitu, apo? Se 200.000 me 3.000, dalimi ma. Ama në Islam nuk shkon ashtu. Në Islam ka qëtër matematikë, qëtër logari. Bindja, kush ka bindja të fort, besim të fort, iman të fort, siguraj sahabiju, hurmë nuk e përbini, nuk e qëjt e poshtë. E pa ndorë, kër e ndëgjoj thirrën për në gjihad, tash hurma ndorë, që sa sekonda ti merr me shtingojë me hangër? Asë një sekundë, e shtingojë dhe ajde tu për tip të dalë. Jo, e gjujtë edhe të dollë. I thamë pse? Thas dashta mu vanu të thirrja. Na sa thirrja na bëhet. Sa er thirrë zoni, sa er thirrë na për xhamia, sa er thirrë na për tubime, sa er thirrë na për festa islame, për ta zhvilluar islamin, atë davetin për me hejse para. Na përpake për shumë si u përgjigjim e asaj thirrje. Më kishë zonë gjumi, sa dertin e madhë, sa gajle madhë, gjumi më kishë zonë. Valla pata më morë me fmit.
Valla pata, me shku një takim me pata. E pata nëse se kemi na qëllimin tonë për parasive, islamin, xhamin, davetin, këtë thirrje islamit ta ngritmi, po për çfarë jemi ku jemi sot? Së në bomë di bashkë një bojna. A kështone, i kemi ide si mi bashku shtetet islame atje. Dina tash, këtë hushme pi kafe, tash edhe qaj, i bashkojnë a krejt, si me bashku Libanin, Sirien, Palestinën, atë, krejt i shlirojnë na. Ama ka ku jemi, disë në bomë bashkë. Edhe ato që ku janë njëjtë janë, edhe ato që disë në bomë bashkë, a ne këto në Evropën perëndim na drejtojnë. A di na tregojnë si duhet mu bashku, si duhet mu afru. E po ju po dini me na tregu si mu bashku, na po dina ju me tregu si mu bashku. Pse s'po bashkohemi? A pe prit me dikush tjetër me arë në ndimu, e vallaj ku të vinë që të kush me ndimu, ajo kushton. Që ne kemi xhamin të urtë, apo? Jemi hala fillestar që 3 muaj, hala ka parët, ka fundi, ka ato, nuk jemi aq, si me thonë, rahat. A nëse prit me dikush prej jashtë, a mundem me gjithë në dikan prej jashtë me arë në ndimu? Me qitë një 500.000, një 1 milion, një 50.000, a mund e gjojnë? E gjojnë. A më të najti në kushtë, të natit kushtë në shumë. Se a i thot, nesër du është me bon bajram. A më ka dalë se hone, se nesër e ban bajram edhe u kri. Se unë jam të financu, apo? Nesër du është me fillu Ramazanit. A më jo se disa pëthojnë mas nesër du është me fillu. Se a i po të financon, apo? Të kushton ajo. Kështu unë du me mësu që këtë me dhem gjamin të unë, ja. Me dhejbin du është me mësu filan me dhejbin. Po shqipe se na jemi hanefi këta, ja du është me mësu që të me dhejb. Ja pëse jemi kudra me dhejbin, ati po... Po valla ja, ne me shari maturidi, ja, e shari maturidi nuk ban. Duhesh më mësu diçka tjetër. Pse sa i po të financon tash, ai ti në kushtet. E kur e pritim na ndihmën prej dikujt tjetër të na vije, dikush tjetër na financon, atëherë na kushton shumë. Nëse na pritim dikush tjetër na edukojë fëmijët e ton, ka më na kushtuar shumë. Se pishohim na shtëpi edukojnë fëmijët. Çfarë edukate po japin? E xhamia është vend pejgamberi alayhis salam prej asaj xhamis në Medinë e themeloi shtetin islam e përhapi islamin anë mban botës prej asaj xhamis në Medinë ku asaj xhamia pejgamberit alayhis salam. Çati u të bëshin sahabët, çati ku kishin doni dert, doni gale, doni problem, çka do koft u të bëshin në xhami. Kur filloi ke doni kishin në luftë apo me shku me shliru një vend prej xhamis, aty të bëj ke pejgamberi alayhis salam. Aty u thirr ke zonës, pse s'ishte koha namazit? Kur e nishin sahabët se po thirrë zonin, shirshin dillin, se sahabët s'kan pas, se kanë shir dillin. Sa është as vakti drekës ai që si keni pse po thirrë zonin. Pas ka një takim. Edhe kanë lënë me punën me këtë, po shkojmë te xhamia, me këshill çka po na thot pejgamberi alayhis salam. E çështon të burra kanë për hap islamin. A më këshillë sot i përmend me hala. E nëse na veprojmë për këtë islam, edhe pse na duhet me punu për emën. A po i vjen fjala, nëse na nuk punojmë me ngritjet e islam, kush ka me të përmend nesër? Po ti neve familja jonë mas një javë dive na përmenin marrall. Ku të bot një muj, gati ish nuk përmeni, e mas një vetë të bosh më vetëm kujtim i familjes tënde. Tash se ka nis tash edhe e kena pas një shar probleme, urime ditlin, dhe në 60 vetë, tash në ku po vdesin, përkujtojnë vitin e parë të vdekjes, diti, trejti, na me shtisejnë e po mirë, ma di? Në me thonë, këshirë familja jote njerë mot ka me të përmeni, nëse ta përkujtojnë vdekjen. Po ku të vinë një pjot, sër një pjot, mas nuk një kush akoma be ki filonin, që sigur së fëmit e tuan, sot. Ku ti thoshti për gjishin tanë, nuk e një. A ata buras, sikur shok të pejgamberit alayhis salam, gjenerate e para ato sot e kësaj dite përmend dhe kanë përmend deri në ditën e fundit, derisa të ketë musliman këto. Pse se ato e ngritën islamin, nuk u mundun me ngrit vetveten. Ato ndërtuan xhamin e pejgamberit alayhis salam, se kishte nevojë. Pejgamberi alayhis salam bashkë me ato punojke. I thosh no pejgamber Allah. Ulë dikon rria, dhe se pejgamber Allah, thotë unë kam nevojë për sevapin. Në çket punë sevap, pak kemi problem se shpesh po jap me dikujt tjetër përparësi me banë ti. Mos i jap kurkuj përparësi me bani sevap. Shpesh duhet të sevafi i parë, atë se dim na sevafi i parë është më i mirë, apo? Ma sevap e ka. Shpesh dikujt them dil ti. Po kur e di se ma sevap atë sevafi i parë, pse jep përparësi dikujt? Po ma plak, ama nuk ka lira ti ma plak, mari që tërkun ti respektoj plakën. Që tërkun respektoj me matë vjetri. Në safin e parë, apo një punë të mirë ku ka sevap e mos i jep përparësi kur kujna. A për çështjet e dunjos,
qa kishin të dhonë ndihma, qa kishin të dhonë diçka, të shpërnda. E që atë japi përparësi vëllai tanë musliman, shko ti se s'po shkoj, s'kam nevojë. Atë se vapët jo. E kjo për punë të dënjohës, pse pija përparësi atij? Se kur i jep përparësi atij me shku me përfitu prej dënjohës, ai një të mirë dënjohës me mor, ti ki se vap, se i dhau përparësi atij na. A kron piqe safi para, apo një sadak, apo një ndihmë xhamis, mos i jep përparësi kërkujt, të i bane nëse ki mundsi, me fitu shpërblime. E kështu përgatit bagazhi për botën e ardhshme. Tash xhamia jonë, është qendra islame shqiptare këtu në Verdon, çka qëllimi i saj? Qëllimi i saj është përhapja e islamit, përhapja të mirës, përhapja thirrjes së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ashtu siç duhet më kon krejt xhamia, çdo xhami duhet me pas këtë qëllim. Po na përmend se qëllimi i xhamisë tonë është kë. S'po folim për këtë xhamiet, se përgjithësia është jona është me fol për këtë xhami, më tregu njerëz se na këtë xhami çka bojna, çfarë aktivitete kemi, çfarë bindje kemi, çfarë thirrje kemi, çfarë mëdhëbi kemi, çfarë shkolle kemi e kështu me radhë. Është xhami në të cilën thamë për hapët e mira, edukimi fetar dhe kultivimi i vlerave islame. Në mesin e kujna këtij komunitetit në veçanti shqiptar e të tjerëve shumë përgjithësi. Pra kush do koft, arab, turk, bosnjak apo çka do koft, qëllimi se në islam është. Ani pse më bën pak xhamia bosnjakëve, shqiptarëve, arabëve, turqve, somalezëve, kujt di çka, ta vetë shka ke gjumë se xhamia është xhami, një xhami është. Këj xhami të llogarit një xhami, është vend ku adhurohet Allah subhanahu wa taala. A më tash nëse dikush e ka qenë me qëllime tjera, për shembull unë jam me shqiptarë, pranoj kërkonin, kjo nuk ka shë drejt atij. Na zguxojnë atë dera kur kujna mi thonë kjo xhamia vetëm me shqiptar, kur zguxon me këto. Ani pse na financojnë apo na ndihmojnë këtë xhami, nuk ka shpronë jonja. Innama al-masajid lillah fala tad'u ma Allah ahada. Xhamit janë të Allahut, mos e adhuroni askën tjetër atij përveç Allahut. Të xhamit janë të Allahut. Janë vakafe për muslimanët. Desti vend tjetër nuk janë pronë kërkujna. E dini historinë, ndoshta e keni dëgjuar historinë atij mbreti ku ka dashur me marrë një xhami, edhe ka thonë nuk pranoj kurkushi me dhon as një pasuri të vogël, sa do qoftë. Kur gjë mos më ndihmu. Krejt shpenzime çka bën, krejt harxhime për ndërtimin e kësaj xhamie, unë i marr përsipër mbreti. Edhe fillon mbreti. Se lën kërkoni me afru, as do një ujë më ndihmu punëtorëve, as dikush më ndihmu fizikisht, as dikush me parë hiç kur gjë. Edhe masi gati të kri xhamia, thot mbreti me shkruajt emrin e mbretët të xhamia. Si po bën sot në për shumë vende. Ja në ndër një natë mbreti pe shef se dikush pe hik, pe fshin emrin e mbretit, pe shkruan emrin e një plakës. Qut sabah si trishtush mbreti thot pushtar, shkoni kishin apo shkon emri jam xhamia jo. Shkojnë kishin thonë po. Në ditën natë prap pe shef njëtë në ndër se po ju fshinit emri ti po shkruhet në emrin e një plakës. Prap mëngjes kur zgjoti thotë pushtar, kishin është emri jam halan xhamia jo, i thonë po. Edhe për strejti, atëherë ju kujtohet ai emri plakës që beshen në ndër dhe ju thot ushtar me magjit kush janë kjo plakë. Edhe fillojnë njerëzit me lip e gjojnë plakën. Edhe fton atë plakën mbreti, pedi plakë ka shkuar te motodri, edhe plakë po pitutës se çka ka mbreti. I thot oj loka apo i non thot mos ke ndihmu diçka për ndërtimin e xhamisë, thot jo baba mbret, thot kur gjon s'kam ndihmu. Thot mendo mirë, mos ke dhënë një parë dhe diçka, thot kur gjon s'kam ndihmu. Diku jam tekës plakës, thot nisën e ka bon, po s'ka pas lidhje me xhamia. Thot e pas një punëtor të punu, e pas ishte shumë i etër, i shkap ejtë e modi, Allah shvish pakuj ati punëtor, kur gjon s'kam shrinë xhami. E kuptoj mbreti. Ama kjo gruaja që e ka bon këtë vepër, e ka bon me sinceritet të plot për Allah subhanahu wa ta'ala. A mbreti pse e boni? Për emër, më ju vëzatu e emri, ati më ju shkujt emri. Edhe atëherë mbreti penduat e Allah subhanahu wa ta'ala dhe ja far këtë xhami, këtë asaj plakës, e thot shkruani emrin e plakës së xhamia. Çka boni kjo plaka? Vetëm një gotuj, pakuj edhe dikujna. Nuk dha diçka
nëj bloka, nëj diçka të qimenta, diçka të për xhamina, me kur gjo, veç pse një punëtor që dha dhe ujë. E fitoj gjitha shpërblim. Mbrejt e po në ondër se emri mbrejt u fshi, u shkruaj emrin i grujas. E kërku sinceritet. Mos thuni dënjerë, kur am piqe me ndihmu xhamin apo dikonin, mos thuni, po si ta ndihmojve me 5 franga, apo me 1 franga, apo me 10 franga pak. Haj kur ti baj inshallah 100, kur ti plotësoj, kur ti baj kushat mi i jap 100. Na shtarsun e mrin kurat. Pejgamberi alayhis salam thotë 1 dirhem e ka kaluar 100.000 dirhemin. Pra po kthejmë të ajo me matematikën tonë, e kalon 100.000, nuk e kalon. E që kaloj të pejgamberi alayhis salam, që thaj se 1 dirhem e kalon 100.000 dirhemin. Tha e kalon kështu se e pyetën sahabët, tha no pejgamberi Allah, po si me kalu kin me 1 dirhem e kalon sadak, kin 100.000 kalon, si e kaloj? Thot pejgamberi alayhis salam, thot që i dha 100.000, i ka dhe mija tjera. Nëse i ka 1 milion apo 2 milion apo 3 milion, i ka dhënë 100.000, dhe me thonë 1% të pasurisë e ka dhënë. A që e dha 1 dirhem, krejt pasurin i ka pas 2 dirhem, e dha 1 për Allah, 1 mbajti për veten. Sa ka dhënë? Gjysmën e pasurisë. Ai 100.000 që e ka dhënë nështë 10% pasurisë, 20% apo 5% pasurisë e ka dhënë. A që e ka dhënë gjysmën e pasurisë. E mos të habitim se në Islam tek Allahu e kalon dëner 1 frankë, i kalon 100 frankë. Dëner 1 frankë e kalon edhe 1000 frankë. A më varë këtë prej nijetit, prej sinceritetit për Allah subhanahu wa ta'ala. Pra xhamia jonë tonë i Verdon, qenjta islame shqiptare në i Verdon, çfarë drejtimi kemi në këto? Çfarë mëdhëbin ndjekmi, çfarë rrugën ndjekmi, çfarë dietar ndjekmi? Kjo xhami siç akon gjithmonë të na në vendet tona në Kosovë, Maqedoni, na gjithmonë kemi qenë agje Hanefi. Edhe kjo xhami praktikohet mëdhëbi Hanefi. Na gjithmonë agje kemi qenë dhe jemi, përveç një pakicë të vogël që kanë deviju, jemi Maturidi. Edhe këto mbështetën mëdhëbin, në akiden tek Imam Maturidi. Dhe më thonë jemi ahli sunne wal jamaa. I pranojmë dhe mëdhëbe tjera Shafi, Maliki, Hambeli, se të gjithë janë njëjtë. Po ashtu edhe Imam Eshariun, Imam Maturidiun, të gjithë janë njëjtë, bazët i kanë një. Dhe më thonë janë ahli sunne wal jamaa. Dhe më thonë ndjekmi na mëdhëbin e Imam Ebu Hanifës. Por kur e falëm drekën, ai baci haxhia që janë mas, është më i vjetër se gjithë na, apo? Ku e filloj? Ja filloj me 4 sunet. Të na farzën e falëm, apo 2 sunet e funit. U lidh ke çish lidh me gjithmonë që të na mëdhej Hanefi. U fal ke si fal me gjithmonë. Dhe me thonë, çish u fal ke baci, gjithmonë çojnë aponda. Që tradit duhet ta vazhdojnë, që ke shkollë. Ama për me vazhdu këtë shkollë, duhet me vazhdu me shkollë, me mësim. Mos i mor me sejnë veç me kopi, qysh për shotë e bon këtë, edhe unë e për bajnë. Jo, mëso. Në praktikë nuk e kanë keq ato, që 600 vjetë që ashtu jenë a falë. Edhe këtë janë argument, nështë atë me vejtë një plak të na, po pse lidhe që shonë, nështë ta nuk e di. Ama aj që ja ka mësu, aj e ka di. E për ne ta shka kërkosit të mos të në gjamin të unë, ta praktikujmë qatë shkollë, po të mësojmë. Qëllimi kësaj xhamie, gjithmonë ëndër e kam, apo e kam pas dhe e kam, inshallah realizohet njerë, xhami tona mos të bon vetëm xhami me u fal namazi edhe me shku na për shtëpia, u kri. Hajde të ku të vinë qinia, ku të vinë akshëm me jacia dhe u kri. Në gjumon mu majt një ligjerat, dita dilla, këto në perëndim ne kemi dillën ja 15 minuta ligjerat, edhe u kri. Sa keni ble xhamien? Valla na ka kushtu 5 milion. E shka duhet xhamia 5 milion për mi fal vetëm 5 kote namazit. Kur për ati nuk dalin frite, nuk dalin nxansa, nuk dalin thirrës, që u mësojnë tjerëve islamin. Çka duhet 5 milion xhamia? Veç mi fal 5 kote namazit a? Hajde që të shpja ime po mbledh, mo e fal me, hajde në sabah, hajde në drek, në diqinin të njoni, akshëmin të njoni, edhe u fal në mukrim. Pe mor një diçka me qira një sallë për gjumon, me fal gjumon me majt ligjërata, edhe u kri. Apo qëllimi është vetëm me pas në një xhami. Ama xhamia duhet që të ketë gjithçkatin e. Që sigur një universitet. Të mësohet atë, të mësohet leximi Kur'an, mësohet hadithin, mësohet fikun, mësohet besimin, mësohet namazi, pastërtia. Këto e ki xhamin 5 milion, 70% e xhamatit tan abdes nuk di me mor. Çka duhet e 5 milion?
Nëse ka ardha e kua kur ka thonë pejgamberi alayhis salam, kur ka më ardhi kur ka fundi i botës, ka më pas xhamia shumë të bukura për bukuri mo, s'di ç'mi përshkruaj. Ama s'ka njerëz atë, s'ka popull, s'ka xhamat, s'ka njerëz që i mbush ato xhamia. Ti shikosh të xhamit për mashallah, bukura sa dosh. I kanë rregulluar sa dosh. Ama çka zbukuron xhamian? Xhamati. Çka zbukuron xhamin? Rinia. Çka zbukuron xhamin? Fëmijët kur mësojnë xhami, kur të luajnë për xhami, e vinë me mësoj islamin, e praktikojnë islamin, çaja zbukuron xhamian. Çka nëse në xhamia 1000 metra katror, 10 milion tu ka bën, imami tutët me hin xhamia si vet. Se njëri gjallë në xhami. E han xhamia, se veç ka më bën xhami. Mami në qetë e vogël, në qetë e thjesht, e mbushur plot, e prej atij ku dalin thirrës për islamin, çajo ka vlerë të madhe. Inshallah na do të mundohemi këtë xhami ta bëjmë ashtonë. Pra të ketë vazhdimisht ligjërata, të ketë fëmijë të mësojnë që na 3 muaj kena filluar alhamdulillah, diku numri fëmijë kam rri 15. Për 3 muaj. Mos harrojnë se në perëndim jemi, si jemi atje në Kosovë Maqedoni. Se në Maqedoni Kosovë na është për një javë bën edhe 50. Aty na përkatune. A më këto dita e parë, muajt e parë, 2-3 muaj i kemi diku 15 fëmijë. Ndash më thonë diçka? Na për disa xhamia po thonë të na që akoma s'ka nxënës atje. Ne tash kanë orë këtë na këtu në perëndim. E kanë shlu Kosovën, e kanë shlu Maqedoninë. E xhamia jon me këto 2-3 muaj që kemi fillu, alhamdulillah Ramazani kemi kalu, ka pas xhamata sa ka pas, Bajrami a fal, namazet e xhumave, ligjërata ka çdo xhumë para namazit xhumos. Mbrëmje ditën e xhumës ka ligjërata kjo rregullisht mbet. Çdo ditështunë e kemi një klasë këtonë një ligjërat, nuk ka ligjërata e pak, më shumë se ligjërat, se 3 orë kemi prej orës 10 deri ora 5, mësojmë edhe për akide, ne ata shimi të mësojmë akide tahawije, edhe në fik hanefi, domethënë 3 orë kemi ligjërat, jam në një grup, disa pi në Shatil, disa pi Lozane, jemi një 10 vet, edhe dillën i kemi fëmijët. Inshallah edhe më shumë bojnë aktivitete tjera. Të punojnë për këtë din. Kjo xhami pe paguajnë se paguajnë qiran. Si thonë të na më janë nxjerr bile parët, na pijam me ato qiran, po më janë nxjerr diçish, më janë nxjerr ato diçish. Tu mësu, të orna për xhami të qenë prezant sa më shumë na për xhamia. Po dëna se va pa vesh me ardh xhami. Që për pikë tje po shkojnë xhami, me qetësu shpirtin. Me qetësu zemrën. S'ka ders po shkoj te xhamia. Me të vërtetë, kush ja di vlerën e xhamisë, vallahi kur të jenë në xhami, qetësohet shpirti, qetësohet zemra, të pushon trupin. Disa njerëz i keni patë na plesht, edhe ato kanë sahata, e kanë orën në dorë, ai mund me shku në sekondën e fundit ku thirr hoxha, pa ki pa shkruaj gjithsesi përpara. Unë që janë xhami përpara, i merr të spit, e ul krinë edhe bandën i dhikër, mediton, pushon e qetëson shpirtin. Të zatin edhe kjo është për rregullat namazit, ëh? Për më pregadit për namaz, dush më konë namaz, para se mi hinë namaz. Dhe me thonë, me orë xhami pak me herët, me mur abdesin, kada, me ullati, me prit e zonin, me fal namazin, se vapët më të mloja janë. A më kur të vinë shkallë të hip kamadorë, se ja pas ka nisi imam, ja dhe të reqate, s'di që si me plësu të namazin, të i namaz, të mur frime, së në thot el fati hanë mi, së në bansishë mi, kejtë të nga se. A nin do një rahati, nuk një rahati atë. A ndin do një knaci, nuk një knaci. E për këtë jemi në namaz, për asë mi në namaz. Po që jemi në namaz, edhe mas i dalim prej namaz, në rrugë këtë dalmi. Dhe me thonë të arrujmë shikimin, të arrujmë dëgjimin, të arrujmë gjëmtirët tona. E xhamia e ka krejt që të mira, inshallah Allah Gjeleshan na i mundson që të praktikojnë, të i fusim praktik në jetën tonë. Xhamia jonë, apo thirrja në këtë xhami që bënt, apo rruga, metodologjinë që e kemi në këtë xhami praktikohet rruga apo metodologjia e mesatarës. Na jemi mesatar. Çfarë do të thotë mesatar? Se sot po ndëgjojmë një skaj në të anën tjetër po shkojnë në ekstremizëm, ato për pak e përshën ta presin dorën, ta presin qafën, krytën, bisin e qafire, bidaxhie, murtet dhe çka mos thojmë. Një për një, për çfarë do gjunoj apo për çfarë. Po në qëtër në unë e kemi një skaj tjetër, një ekstrem tjetër, ato ta kanë bon krejt rrafsh islamit. Sa është haram kjo? Nuk është obligim kjo,
mund me bon këtë, s'ka gale pse ban këtë, haj s'ka gale pse del gruaja pa shami, haj s'ka gale pse I fol një gruaj suj për dorë, s'ka gale kjo, s'ka, ta kanë modernizu Islamin, ta kanë bon kështone, rrafsh. E na nuk jemi as I asaj ekstremit, as atij ekstremit, na jemi mesatar. Allah xhaleshan ka thonë në Kur'an, ju kemi bon ummeti mesatar. Të jemi mesatar. Kur Islami ndikon vjen e kuqe e ka, për shembull, ka vendu të një veprës vija e kuqe, shembull, alkooli është haram edhe pi, atë sunë te kalon kur poshat vjen kuqe. Islami kur t'jep tolerancë diçka, edhe na bëna japi çat tolerancë, a më jotën ti më bën këtë autoban. Do të thonë na jemi ummeti mesatar dhe thirrja jon do të jetë thirrje mesatare, as në ekstremin me shkuën në ekstremin në skajnë tjetër, pas në skajnë tjetër. Se sa ka sot njerëz ne mund të Islamit çka mos bojnë. Na nuk kemi as Islam I modernizuar, në të kuptimin modernizim po këtë rash, pas Islam ekstrem. Islami është një, është I mëshirshëm, është I qetë, është musliman I pa, Islam I paqes, është fe e mesatarës. Aja në për xhamia, mësone këtë Islam si duhet me mësu, e mos ta mësojmë prej medjave, prej Facebookit e prej TikTok, se vallahi billahi çka s'pundohet. Del hoxha, tash në hoxh, po duhet me fol për do thoj za hoxhallar. Edhe hoxh me emër, hoxh I njohur, del thot, tash ajo që u thishë emision thot hoxha, a ban me fol për dorë? Se ai sportisi, shpatën ai çeçeni. Habibi. Tash sa I ka me të di me rap, se ki Habibi si folja sajnë, ku shak pas një shfaqe diçka futboll, ku diçka ajo një gruaja zgati dorën, ki Habibi s'ka zgati dorën. I folin kështone. Ajo gruaja hiç s'u prek. As mas bile s'ke shkruajt diçka na për Twitter, na për Facebook, ama dim me thon, me kritiku Habibin. Kur gjon? E drejta aty, s'do me forcën fort. Unë jam në këtë tonë s'kam ju bën. Këto pi hat diçka. Çuat ajo një gruaja që thoshte misionin, tha hoxha, tha çfarë mendimi ki për këtë, tha Habibi, tha nuk ja dha dorën. Tha ti parë ku hinë në mision ma dha mu dorën. A ka mendime këto në Islam, a dia bana s'bana se e ku nisën ai me filozofun. Çfarë ka mendime? Një mendim thonë se s'ban me fol për dorë, një mendim disa dietar thonë ban me fol për dorë. Këto që thonë s'ban me fol për dorë e kanë një argument, kujt ai tha se ditë sa është e vërtetë. Tha e kanë një argument në Kur'an. Opa, tash ti hoq. Po thu këto që e kanë ndalu me fol gruas për dorë, gruas huaj, po thu e kanë një argument prej Kur'anit. E po del tash që po jap një mendim tjetër. Po në jetë asaj, pas Zotin më tregoni, a ka dikush këtë botë që ka në jetën më të pastër se pejgamberi alayhis salam? A mund me thonë dikush se filan hoxha, filan muftia, filan haxhia në jetën e ka më të pastër se pejgamberi alayhis salam? Se këto çish pe arsyetojnë me fol gruas për dorë, një gruas huaj, thotë unë I foli për dorë, për një jetën se kam të keq. Veç ashtu ja zgati dorën. Pashallah, pejgamberi alayhis salam se ka pas në jetën e pastër kanë atute për çfarë ka fol grave për dorë? Ai ka thonë inni la usafihu nisa, si u folën grave për dorë. Edhe ka thonë, ma let për ju është më shumë me një hekër, si me thonë me një çekish në kokë, me javë qa kokën, thotë ma let është për ju për muslimon që ajo, se sa me azgat dorë një gruas që nuk I takon me fol për dorë. E ati që është thotë ka argumente, thotë një jetën e kanë të pastër, e kjo po nuk kupton se pejgamberi alayhis salam ka natut. Se ka pas një jetë shumë të pastër, atut me fol grave për dorë, se na është mos më ndon diçka. Jo burr, nuk ban me fol për dorë dhe pi. Mos sjell mendimet e filoni. Kush është ai filoni që I ka leju? E për këtë, nëse mësojnë aprit me mësoj Islamin për TikTok, na për Facebook, mrrim aty ku jemi sot. E sot suni gjon ndonjëherë ditë xhallar të njëjtët mendim. Po jam këtu fol për bazët, se ka mendim, për shembull te abdesi apo isha nuk prishet, te dikush prishet, dikush nuk prishet, ama në baza. Ja se gjojnë ditë xhallar, njëri thon ndryshe, tjetri ndryshe, tjetri ndryshe. A Kurani është një, Islami është një, pejgamberi është një, edhe rruga jone është një rrugë. E të kemi kujdes për ku e morëm Islamin, se Ibn Sirini ka thonë inna hadha al-ilm ad-din fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Kjo dituri që pe merrni, kjo është vetë feja, shikoni prej ku I pe merrni fejen e juaj. Pse se me këtë kemi jetu e me këtë kemi vdek. Nëse kemi mësu gabim, vdes gabim, edhe në atë botë vendi do të jetë për në xhehenem. E lutim Allah subhanahu wa taala që na japë sukses në këtë xhamin,
Dhe çdo xhami që ka qëllim të pastërta, që ndjek rrugën e Ahlis Sunne wal Jamaa, që ndjek rrugën e Abu Hanifës apo Imam Shafit apo Malikit apo Imam Ahmedit apo në akid Imam Ash'arin apo Imam Maturidin, inshallah Allah xhaleshon jap sukses të gjithëve, edhe në këtë xhami, po ndonjëherë mos dëshpërohemi nëse nuk kemi shumë xhamat. Mos u dëshpëroni. Nuh alayhis salam 950 vjet ka thirrë në Islam, 950 vjet, jo 950 vjet. As 950 muj, 950 vjet, vetëm 80 veta I kanë besu. Unë si hoshton që 3 muj ka marrë, bona nervoz se mushe xhamia. Ka dalë ban sabër ajo. Henes 3 muj. A disa ka me 950 vjeçin? Ban sabër. Mamidun Ermianis, ka pak, mu kon 2 xhamate, mu shtu 3, 5, 10, 15 bon, se sa më janis me 200, sikur shumë vend që kanë ndodhur, ja kanë nis me 200 anëtar, sot I ka 10-15 anëtar. Kjo është më dëshpërim I madh, apo pinat me shkut e por, se sa më janis pe poshtë me shkut e na. Inshallah Allah xhaleshon jap sukses, edhe aq që e bën ta bëjmë me sinqeritet. Qofshin pak xhamat, po qofshin të hajrit. Qofshin çato 2-3 xhamat apo 5 janë, çato ta ngritin flamurin la ilaha illallah, çato ta shpërhapin thirrën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Inshallah na e ju jemi ato që e kemi kët nafaq, që të jenë për ati që e përhapi thirrën Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Para me do pejgamberi alayhis salam që ka thonë, Allah ja ndriçu ftyrën. Lutje për pejgamberin alayhis salam për neve. Allah ja ndriçu ftyrën atij që e kanë dëgjuar një fjalë për neve, prej neve, o ka transmetuar qiellëve. Do me thonë ti nëse ndëgjon një hadith pejgamberit alayhis salam, I mëson një shokët tanë të puna, pejgamberi alayhis salam para 1400 vjetra lut për ti ka thonë Allah ja ndriçu ftyrën. Mos harroni se lutja e pejgamberit është e pranuar. Inshallah ne kemi çat nafaq që ta ngritmi këtë Islam, të punojmë për këtë Islam dhe për këtë thirrje të pastër, këtë thirrje të ndershme, rrugën apo thirrjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Inshallah Allah xhaleshanu na jap sukses dhe na ndihmon në këtë rrugtim deri në frymën e fundit, të japme gjithçka që ka nevojë ke Islam, sepse meriton, ja vlen me dhon për këtë Islam, sepse japi për shpirtin ton dhe në problem me kët pasuri problem xhenetin e Allahut. E xheneti e Allahut është shumë I shtrenjtë, e dikush me pak pasuri e fiton, inshallah ne jemi prej atyre. Walhamdulillahi rabbil alamin, al-Fatiha.